Me nanën kemi qenë gjithmonë të lidhura. Ato këshillat dhe kritikat që i ke pas gjithmonë nga nëna. Normalisht me qenë vetvetja. Gjithmonë ka qenë ajo me qenë vetvetja. Për mu nana ka qenë një model, edhe një muzë e jamja, me cilën gjithmonë kom shku edhe kom tentu me imitu sidomos sa i përket këndimit, vokalit. Shpesh herë i vrej në komente që thonë si e tuknu ti është tuknu Violeta. Por që është ngjyra ndoshta e tij, ngjyra zanit, edhe ndoshta që kjo ka qenë që nana gjithmonë ka tentu dhe më ka inkuraju që me qenë vetvetja. Po, kur keni bashkëpunime, cila është ashtu më detajiste që i analizon më shumë gjërat? Nana është e njoftun për detajiste edhe për kritike, kështu që kisha me thonë nana. Nana është ma kërkuse. Nështë e bën vetën tipi saj, po edhe eksperienca, karriera saj e ka mundshme. Patjetër që për çdo gjë je mundu me marrë diçka, edhe nga nënat kanë qenë ndoshta ato elementet kryesore që je mundu me i marrë prej nanës, edhe sa i përket qëndrimit në skenë, që e ceke, jetës së përditshme, çka do, qoftë janë ato që je mundu me i marrë të mirat prej saj. Thash edhe njëherë që vokalin është por këta e kam dhe prej Zotit, dhënë ti prej Zotit, kështu që unë mendoj që zani është ai që... Ndoshta edhe paraqitja pak thonë që i ngjason nanës, e bën vetën edhe ajo, por që vokali kryesisht. Mënyra e këndimit, më saktë. Kur jeni më shumë të angazhuara me ahengjet dhe gjitha dasmat këto, sa është ndoshta e lodhshme edhe kjo pjesa të marrë parasysh që si gjini femërore ndoshta na duhet kohë, sa i përket aspektit të dukjes fizike, përgatitjeve, është e lodhshme ndonjëherë edhe kjo pjesë? Është e lodhshme, pasi që thash e marrim me përgjithësi, por që jemi tipa që përshtatemi shumë, edhe e dim se cila vendin e saj. Nuk kjo ka vendin, nana ka vendin e vetë, vendin tem, edhe nuk mundohemi kështu. Kështu që shkojmë me një vijë shumë paralel edhe marrim shumë me qetësi.